Pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Kosovë, tensionet mes dy finalistëve, Drilonit dhe Xhenetës, nuk kanë mbetur brenda murave të shtëpisë. Përkundërzi, konflikti mes tyre ka marrë për masa publike dhe ligjore. Gjithçka nisi kur Xheneta publikoi disa biseda private që sipas saj zbulojnë anën e vërtetë të Drilonit, një version krejt ndryshe nga ai që publiku kishte parë gjatë gjithë spektaklit. Teksa ty fliste me përbuzje për Xhenetën, për Dej Bigut ai kërkonte me ngulm të takoheshin. Driloni paralajmëroi masë ligjore, teksa me ironi u kthye tek gishti i mesit pasi videot u hoqën nga Xheneta. Kjo e fundit reagoi ashpër dhe me tonë ironike ndaj Drilonit, duke i quajtur atë një fitues të shpikur që u përball me realitetin prej letre. Në një postim në Instagram ajo ka publikuar një mesazh thumbues ku sqaron se personi në fjalë kishte dhënë vetë pëlqimin për publikimin, dhe sa ankesa për shkelje të privatësisë është hedhur poshtë nga institucioni zyrtar përkatës. Nuk ka shkelje, nuk ka hetim, rasti pa bazë, citohet të këtë thënë institucioni. Fetao shton se ai nuk kishte çfarë të thoshte dhe e mbushim skenën me drama plastike, duke i referuar një gjest i provokues me një gisht të mesit prej plastike gjatë spektaklit. Në fund ajo nuk kursen ironin duke pyetur, a thua gishtin ku do ta fusonte? Fituesi i shpikur që tregonte gishtin e mesit prej plastike sot u përplas me realitetin prej letre. Ankesa për privatësi vetë kishte dhënë pëlqimin për publikim. Institucioni zyrtar tha troç, s'ka shkelje, s'ka hetim. Pra ai që s'kishte çka me thënë, e mbushi skenën me drama plastike, po tani që erdhi vendimi. A thua gishtin ku do ta fusonte? Reagoi ashpër në profilin e saj zyrtar Instagram Xheneta Fetahu. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.